në pamundësi për të treguar efikasitet, kjo Parti Demokratike po tregon vendosmëri. Është ajo që duhet nënvizuar. Sigurisht që për momentin as zonja Balluku nuk është dorëzuar drejtësisë, as ndërkombëtarët nuk po japin shenja për ulje në tryezë negociatash, për qeveri teknike apo zgjedhje parakohshme, siç u pa një gjë e tillë para 9 vitesh në 2017 kur deputeti Mekalistar që në Tiranë, asaj kohë ishte ai që bëri negociata. Pra, ende s'po i shohim këto gjëra. Por ajo që po krijohet një lloj bindje, dhe kjo është një herë e parë tani, është se kjo lëvizje nuk do të ndalet. Dhe në këtë pikpamje, kjo po më ngjason më shumë me atë të lek verdhe në Francë para shumë vitesh, nëse kujtohet, e lëvizje, kur u bë një lloj riti, një lloj risie, që çdo të shtunë i kishim në Champs-Élysées dhe nuk ndaleshin. Por atje ku ajo lëvizje dështoi në Francë dhe në Shqipëri mund të ndryshe, është në Francë pikërisht lëvizjes së Verdhëve i mungonte mishërimi politik. Nuk ishte lëvizje e iniciuar nga një forcë politike, ishte një lëvizje iniciuar nga poshtë, nga popullata, nga shoqëria civile, dhe përdisa nuk pati një lider politik, nuk pati një si thua, një konvertim politik, nuk mund fare u shua. Në Shqipëri është ndryshe. Në Shqipëri ka një mishërim politik, pra ka një lëvizje proteste, ka dhe një parti që thotë që unë dua pushtetin. Sa do të funksionoj, koha do të tregojë. Për momentin, pra dhe një herë sot është krijuar kjo bindje që kjo nuk ndalet. Po, tek skenari i protestës dua një koment, duke qenë se e kemi parë në 3 protestat, po i referohem pra të këtij viti, është i njëjti skenar, niset përballë kryeministrisë me Molotov dhe më pas zhvendoset tek kuvendi me përplasje Molotov etj. Me radhë. Në vazhdimsi flitet skenari i protestës qëndrueshme, pra përpara bulevardit, përpara kryeministrisë. Çfarë pret opozita që të ndryshojë një skenar ose të arrijë deri në këtë pikë? Që të ndryshosh skenar, duhet kemi neve që bëj pyetjesh, kemi një tjetër skenar në kokë. Kështu që në këtë fjalë, në këtë rast fjalën skenar. Kështu e thotë opozita, pra, do të ketë një qëndrueshmëri të skenarit të tyre, se kur pyeten shpeshherë nga kolegët gazetar, thuhet se nuk ka një skenar. Pra, do t'i lihet protestuesve të veprojnë, por ajo që vlen theksohet është parë e njëjta itinerar, e njëjti lëvizje protestuesish. Po ne këtu si për të gjëra të hapur, nuk kemi politikanë, me gazetarë, kështu që mund të themi gjëra pa tabu. Skenari tjetër është, imagjino skenarin tjetër më ekstrem. Një herë unë kam shumë dëshirë që t'i referohem ngjarjeve historike botërore, sepse Shqipëria nuk është e vetme, është skenari i Kievit. Skenari thamshit Mejdan, që shqiptarët e njohin, që ishte Mejdani, ishte fillimi i 2014-s, kur jo shumë popull Ukrainës, një pjesë, disa mijë, po të vendosur, rrëzuan me armë Yanukovycin, pra atë president Ukrainës i zgjedhur demokratikisht, bën një puç. Ishte puçi i fundit në Evropë që u njoh nga ndërkombëtarët. Pra, ky skenar do ndos. Edhe po ndos kjo, imagjinoni këtë lloj skenari, që turma hyn në ndërtesë, në kryeministri, gjë gjithçka. Rama ndoshta pa shkuar deri këtu, se nuk dua ta mendosoj. Nuk dua që në pyetjen time ta mendosоhet një gjë e tillë. Pra, i referojmë qëndrueshmërisë për të mos lëvizur. Pse e thash këtë? Sepse ne kemi parë që protestuesit janë ndarë. Në momentin që janë zhvendosur tek kuvendi, kemi parë një numër shumë të vogël nga ajo që është parë në bulevard. Pra kësaj doja që ti referohesha. Pastaj përgjigjja është e juaja, ju mund ta vlerësoni edhe në këtë formë. Jem dakord, por dëshoj të fundi idesime. Të gjitha këto janë forma, janë mjete, edhe neve të kemi parasysh qëllimin. Pra dhe nëse shkojmë në mjetin më ekstrem që po e përfundoja mendimin, në një moment, ti si parti demokratike ke nevojë për njohje ndërkombëtare. Dhe njohja ndërkombëtare vjen në Evropën sot me të vlerave, vjen vetëm nga zgjedhjet. Përndryshe në Afrikë.
ose rasti veçantë i kemit. Pra nuk mund të kesh njohje ndërkombëtare pas zgjedhjeve. Pra si do që ta kthesh ti çdo lloj skenari, po ndajnë grupet në dysh, në tresh, në pesh,